thonte, domethënë atë zgjidhjen direkt. Ti do të bësh këtë, ti duhet të largohesh nga ajo shtëpi. Ti nuk e pse jeton me atë, ti nuk e pse jeton me këtij. Ishin aq shumë gjëra, sa që edhe ishte dashurinë, të cilin atëherë nuk e besoja, sepse ai më thonte, ajo thjesht po të mban për parat, po ti duhet ta kuptosh, unë nuk jam kështu. Po thoya, po ti okay, se ti do mbrosh veten tënde, sigurisht do flasësh në këtë lloj mënyre, edhe s'don që tjetri të nxjerrë keq. Por ja që kishte pasur shumë të drejtë, edhe unë këtë e kuptova me një rast të dytë, pasi unë sigurisht e largova nga ishi dashuri, në undam, unë e largova dhe shkova në Gjermani. Kisha komo kontakt me të, më kishte shkruar si ndihesh, si je, çfarë bën, ato të filloj me komo seancat, i thash jo, nuk kam në atë gjendje sa të filloj me seancat. Pasi u ktheva sërish nga Gjermania, më tha, ti tani që ke kaluar e shko atje, je shëruar, ke bërë këtë, ke bërë ato lek harxoj, shko diku me pushime, bëj qefin tënd. Kjo tani kishte pasur hallin që të shkonte me pushime për vete, por me lekët e dikujt tjetër,